Një vizitë mjekësore nga qelia për në spitalin e Durrësit i shërbeu të paraburgosurit Altin Doci për të përshpejtuar lirimin e tij. Në këtë video, të siguruar nga ABC News, Altin Doci i veshur me rroba të zeza shihet teksa vrapon për t'u larguar nga spitali i Durrësit. 5 efektiv të burgjeve shoqëruan në spital në katin e 3 në repartin infektiv, aty ku ndodhet edhe zona e veçantë e sigurisë për të paraburgosurit. Duket një arratisje mirë organizuar, pasi Doci, duke dhunuar efektivet e sigurisë që e shoqëruan në spital, zbret përmes shkallëve duke hipur më pas në një automjet Audi A7 që e priste jashtë rrethimit të spitalit. Sipas grupit të hetimit, ngjarja ka ndodhur teksa Drejtoria Vendore e Policisë së Durrësit kremtonte 113 vjetorin e krijimit dhe thuajse të gjithë uniformat blu ndodheshin në ceremoni dhe në një rrugë pa prezencë të shtuar policore. Arratisja e Altin Docit u bë edhe më e lehtë. ABC News ka mësuar edhe itinerarin që bashkëpunëtorët e Altin Docit ndoqën menjëherë sapo ky i fundit hip në makinë. 50 metra në rrugën kryesore Aleksandër Goga ndodhet Drejtoria e Policisë së Durrësit, por bashkëpunëtorët e Docit kanë ecur majtas nga spitalla, kanë dalë në Porto Romano dhe më pas janë futur në unazën e Shkozetit për të dalë në Plepa e për të marrë drejtimin drejt Kavajës. Në një reagim zyrtar, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve tha se forcat e policisë ndërhyjnë për ndalimin e tij, por pa rezultat. Shkallët e spitalit u kthyen në sken krimi, pasi njëri prej efektivëve shoqërues qelloi në ajër me armëzjarri. Në kuadër të hetimeve që vijojnë për këtë ngjarje, forcat operacionale të burgjeve të Tiranës ndodhen në burgun e Durrësit për kontrolle dhe verifikime në qelinë e Altin Docit. Arratisja e këtij të fundit solli edhe shkarkimin e të gjithë zinxhirit komandues të burgut të Durrësit, të policisë vendore dhe stafit mjekësor.